Në qoftë se don të bëhesh nën apo baba, pa dyshim që ka disa obligime. Obligimi i parë është ndërtimi individual. Ndërtimi i dytë është që të kesh krijuar një familje të shëndosh, sepse nëse në mënyrë kaotike ke marrë një bashkëshort, po themi larg qoftë, ai nuk të bëhet krah. Dhe ne sot dëgjojmë që bëhen me fëmijë dhe bëjnë divorc. Dhe tani nënës i takon të bëhet dhe nën dhe bab. Mund ndodhin raste të veçanta që nuk funksionoi dhe pastaj Kurani thotë dhe kur ndahen ato janë gjithmonë miq dhe ndihmojnë njëri tjetrin dhe po patën fëmijën ndihmojnë fëmijën e tyre. Po kjo është kthy në trend. Por të shkosh në gjykatë sot ka divorce pafund dhe kjo është një problem shumë i madh. Por nëse e ke ndërtuar veten mirë, pa u bërë akoma nën. Nëse e ke zgjedh bashkëshortin ashtu siç duhet, duke u mbështet Zotit dhe duke pa moralin e tij që është gjëja më e vyer që duhet të ketë bashkëshorti. Dhe pastaj kur vjen fëmia ka nevojë të thotë nën dhe baba. Dhe atëherë nëna është mirë sepse e ka ndërtuar veten. Babai është zgjedhur personi i duar dhe pastaj ato ndajnë detyrat e shtëpisë dhe detyrat e jetës.